Shqipëria po mahnit vizitorët me bukuritë e saj, historinë e pasur dhe mikpritjen duke u shfaqur si një destinacion sekret turistik në Europë, shkruhet në revistën Business News This Week. Revista prestigjioze ndalet në mënyrë të detajuar për vendin tonë duke nënvizuar se Shqipëria ofron peizazhe natyrore maramense, plazhe të pastra, trashëgimi të lashtë dhe përvoja udhëtimit të përballueshme duke e bërë destinacionin perfekt për turistët që kërkojnë të eksplorojnë vende përtej atraksioneve kryesore europiane. Riviera shqiptare është padyshim vendi plazheve perfekte si Dërmiu, Jala dhe Imara, por ujërat e kristalta, Shkëmbinj dhe Rëra e Bardhe bëjnë Shqipërinë një nga rajonet bregdetare më të bukura të Europës, shkruan Business News This Week. Mëtej në fokusin e revistës prestigjioze janë Alpet shqiptare që ofrojnë shtigje fantastike, lugina të bukura, liçene alpin dhe biodiversitet të pasur. Ndërsa në jug, revista sugjeron parkun kombëtar të Llogoras, perfekt për turistët që kërkojnë pamje të paharrueshme. Gjithashtu trashëgimia kulturore e Shqipërisë që është e rrënjosur në një histori të gjatë të ndikuar nga qytetërime të shumta, tërheq vëmendjen e medias ndërkombëtare kur rënojat e lashta e qytetet osmane u ofrojnë vizitorëve një vështrim magjepsës në të kaluarën. Njëherët Shqipëria është shtëpia e disa prej thesareve të trashëgimisë botërore të UNESCO-s si Butrin, Tiberati dhe Gjirokastra.